Problemi kryesor sot, problemi numër 1 qytetarit Prishtinës, është kostja shumë e lartë e jetesës, edhe janë 2 kategori shpenzimesh që më së shumti e rëndojnë buxhetin familjar. Arsimi është 1, familjet shpenzojnë shumë për qerdhe, kopshte private, qëndrim ditor, sepse fëmijët shkojnë në shkollë me 2 ndrime, edhe pjesën tjetër të ditës familjet që të rriturit punojnë, duhet kujdeset dikush për fëmijët. Pra, arsimi është një shpenzim shumë i madh për familjet e Prishtinës, edhe banimi. Banimi ka arrit nivele gati të paarritshme për banorët, për qytetarët e Prishtinës. Qiraja është shumë e shtrejtë. Në një mësuese kopshti që ndoshta merr 500 euro pag neto, kopshti privat, nuk mund gjej banesë nën 300 euro, 350 euro, që është shumë mbi këtë 30% që është, si më thanë, një farë mesatare, që konsiderohet banimi përballueshëm nëse të shkon deri në 30% e pagës në banim. Ndërsa për bleri mos flasim fare, do të thënë banesat që ndoshta kanë qenë 900-1000 euro metri katror para 2-3 vitesh, sot janë 1300-1500 e më shumë. Edhe çiftet e reja, të rinjt që dojnë të nisin një jetë duke u lëvizur nga shtëpia prindve të tyre dhe të nisin një jetë bashkë diku tjetër, sot e kanë gati se të pamundur, sepse është e paarritshme në blerja, apo blejnë edhe futen në kredi që nuk i mbyllin kurrë, edhe qiraja është shumë e lartë, edhe nuk e shohin si mënyrë për ta nisë jetën e përbashkët, domethënë para se të vendosin se ku dojnë me jetu për ta blerë një banesë, edhe jetojnë diku me qira, siç edhe ndodh në vendet e tjera. Arsyeja pse njerëzit jetojnë shumë me qira nëpër qytete të tjera është sepse qiraja është relativisht e lirë në krahasim me të hyrat që i kanë njerëzit. Edhe më kalon përshtypje nga këto vizita që po i bëjmë, se kam bërë edhe fushat derë më derë, edhe kemi pas një vizitë te një floktar berber, burrash, edhe thanë nuk ka ndodh prej gati para luftës që me e hap dikush derën edhe me pyet sa kushton me i prej flokt, edhe kur ja kam tregu çmimin më thanë po shkoj dikun tjetër që është 50 cent më lirë. Kështu që jemi në një situatë ku çmimet janë shumë të larta, pagat që po i marrim janë shumë, domethënë nuk mund t'i përballojnë këto çmime, edhe janë këto 2 kategori pra që e rëndojnë më së shumti buxhetin familjar, kështu që gjithë programi ynë është i ndërtuar në këto 2 shtylla, arsimi dhe arsimi jo vetëm si masa që mund t'i ndërmerr komuna për të ulë kostot e familjeve në Prishtinë, po arsimi edhe si cilësi. Kemi për të ndërtu, domethënë kemi bërë plan për 30 qerdhe edhe kopshte publike, të cilat jo të gjitha ndërtohen, po edhe themelohen në përhapësira që veç ekzistojnë. Komuna i merr me qira, i shndron në qerdhe kopshte, i pajis me gjithë mobiljet e nevojshme dhe sjell drekën nga kuzhina qendrore. Edhe shkolla, ne nuk mund të shpresojmë që kemi një cilësi më të mirë të arsimit, nëse nuk ka hapësirë që të gjithë nxënësit, edhe ata në shkollë të mesme, të mbajnë mësim me një ndrim, ta kryjnë paradite pjesën me kurrikulën që i mbulon landë kryesore gjuhë, matematikë, biologji, edhe pastaj të kenë mundësi edhe për gjërat e tjera që i nevojitën sot të rive, domethënë klubi i dramës, klubet e tjera, kodimit e tjerë. Edhe banimi është pjesa e dytë, komuna ka politika që mund të ndërmerr për të ulur çmimin e banimit, edhe është e domosdoshme, sepse nëse është problemi kryesor, komuna ka për detyrë të merret me problemin kryesor. Një pjesë e madhe e banesave në Prishtinë janë krejtësisht të zbrazura dhe të pashfrytzuara. Domethënë njerëz kanë blerë si investim, apo njerëz që kanë pas tokat mbi të cilat është investu për të ndërtuar banesat, i kanë fituar 2-3 banesa të cilat nuk i hedhin në treg për shitje apo për qira. Edhe është domosdoshme që të merren masa, sikur në qytetet e tjera që kanë pas njëjtin problem, ku nevoja për banim është e madhe, banesat rrinë zbrazd, të aplikohet një taks për mosshfrytzueshmërinë e banesave, quhet vacancy tax, e cila i bën, domethënë i frymëzon pronarët që t'i hedhin në treg banesat. Mënyra se si funksionon është kjo. Sot tatimi në pronë është 0.2%, pra nëse i ki një banesë 100.000 euro, sot i pagun rreth 200 euro tatim pronë në vit, edhe me 200 euro ka llogari dhe me majtë mbyll edhe mos me elshu me qira, sepse pret një moment tjetër, ose pret me shku çmimi më lart ose diçka e tillë. Mirë po, nëse shkon tatimin pronë 1%, dush me pagu 1.000 euro tatim në pronë nëse banesa është të zbrazd, atëherë mendosh 2 herë a i lën as lën të zbrazd. Por nëse është 2%,
Definitivisht e hedh në treg sepse nuk ka llogari gati askush që ta mbaj një banesë të zbrazë dhe të paguaj nga xhepi çdo vit nga 2.000 euro si tatim për shkak se banesa është e zbrazë. Dhe kur të futen në treg një numër i madh i këtyre banesave që sot janë të zbrazëta, ndjeshëm ulet çmimi i banimit edhe i mundson njerëzve në Prishtinë që të jetojnë ma komod edhe me pagat që sot i marrin.